Pash babin duke e bërë me një burr, por nuk tregoja gjë. Koha duke i ngadalt atë verë, ajri ngriri dhomës së presionit dhe muzika e zbektë që vinte nga radioja e vjetër e kuzhinës formonin një ritëm monoton që Leonora e ndjente në gjoks. Nëna e saj, Ela, kishte shkuar në Durrës për disa ditë për të kujdesur për gjyshen e smur, duke i lënë atë dhe babin e saj Altin në apartamentin e tyre në katin e 5. Altin ishte një burr i qetë, arkitekt, me dorë gjithmonë të papushuar dhe mendjen diku tjetër. Leonor si dukej sikur ai kishte mësuar të jetojë në një gjendje të butë largësie. Deri një mbrëmje, ajo po kthehej nga stacioni i bibliotekës, duke i mbajtur librat ngushtë në krahëror. Ndriçimi i zbeti i hyrjes së ndërtesës vinte dhe shuhej. Kur u afrua te dera e apartamentit, dëgjoi zëra. Jo vetëm zëri i babait, një tjetër zë më i thellë, me një tingëllim qesharak që ajo nuk e njihte. Dora i dridhej pak kur futi Chelsin. Zërat ndalën menjëherë. Në dhomën e ndenjes, babai i saj qëndronte pranë zhakut të gjelbër me një godë raki në dorë. Përballë tij, i mbështetur në karrigën e lëkurës, ishte një burr që Leonora nuk e kishte parë kurrë, i lartë, me flokë të errët, me fije argjendi dhe një vështrim të prehtë që u ndal tek ajo. Kjo është Leonora, bia ime, tha Altini, me zë të tendosur. Dhe ky është Zani, një koleg i vjetër nga universiteti. Zani u ngrit. Është një kënaqësi, tha, duke shtrirë dorën. Dora e tij ishte e madhe dhe e ngrohtë dhe shtrëngimi ishte i shkurtër por i fortë. Leonora ndjeu një val të çuditshme ngurimi në ajër, një tension i përcjell mirë që dukej i përshtatshëm për një takim të rastësishëm mes kolegësh. Vera eci. Leonora filloi të kapë bëshgime si copza enigmash. Tingulli i këmbëve që lëviznin ngadalë në korridor natën derisa ajo ishte në dhomën e saj duke u përpjekur të lexonte. Nxjerrja e Zanit nga apartamenti herët në mëngjes, duke parë nga balkoni i saj si ai iku me vrap drejt stacionit autobusit, drita e fikur në dhomën e babait, por ndjenja e pranisë së dy trupave nën bataninë e heshtjes së natës. Atë që pa mbrëmjen e së shtunës, megjithatë, nuk mund ta dekontekstualizonte. Kishte harruar kufjet e telefonit në dhomën e ndënjes. Kur u kthye nga dhoma e saj, rruga ishte ndriçuar vetëm nga drita e hënës që derdhej përmes dritares së gjumit. Dhe pastaj ajo pa. Në përçarje të hapur të derës së dhomës së babait, dritë zbehtë dhe lëvizje. Dy silueta të njëtrajtshme të përfunduara në një përqafim që nuk linte vend për keq kuptime. Altini me kokën të përkulur prapa dhe sy të mbyllur me buzë të hapura në një thërrime të heshtur, mbështetur kundër raftit të librave. Dhe Zani pas tij, me duart e tij të forta, duke u kapurcyer në gjoksin e Altinit, duke u përulur mbi qafën e tij. Leonora u ngrit në këmbë. Zemra i rau në veshët e zjera dhe gjaku duke i mbushur faqet. Ajo nuk nxori asnjë tingull, thjesht u largua, duke u kthyer në dhomën e saj, duke u mbyllur butësisht derën pas saj. Ul në dysheme, me shpinën kundër drurit e derës, duke përpjekur të marrë frymë. Çfarë do të thoshte kjo? Kush ishte ky burr që ishte në jetën e tyre? Dhe më e rëndësishmja, pse babai i saj, një burr i martuar për 23 vjetë, e fshehte këtë anë të vetes? Ditët që pasuan ishin një balet e heshtur. Zani u bë pranë më e rregullt. Ndonjëherë për darkë, shpesh për mbrëmje, Leonora filloi të njihte atë më mirë, humorin e tij të thatë, dashurinë për muzikën e vjetër, jazz, mënyrën se si duart e tij formonin forma në ajër kur priste për projektet e tij si skenograf. Shikonte ndër veprimet e tyre, gjesi të vogël miqësor që mbartin një ngarkesë emocionale të errët. Një dorë që prekte supet kur kalonin pranë njëri tjetrit, një shikim që zgjaste disa sekonda më shumë se sa duhej. Një mbrëmje, ndërsa Zani dhe Altini ishin zhytur në një diskutim të gjallë për një ndërtesë të vjetër të shekullit të kaluar, Leonora pyeti drejt për drejt: "Si u njohët saktësisht ju?" Heshtja ra për një moment, pastaj Altini tha me një zë të qetë: "Ne ishim në të njëjtin grup studimi. Zani ishte i vetmi që e kuptoi projektin tim të diplomës." Zani shtoi duke vështruar gotën e tij. Ai ishte i vetmi që nuk më bëri pyetje: "Pse nuk kam takuar një vajzë?" Fjala pse u var në ajër, e mbushur me dekada pyetjesh të papërgjigjura. Çështja ishte se Leonora nuk e ndjente Neverinë. Në vend të kësaj, ajo ndjente një kurreshje të mprehtë dhe një ndjenjë çuditëse mbrojtjeje. Ajo e parë shikimin e nënës së saj, Elës, të urtë dhe të lodhur, duke u munduar të mbante bashkë një martesë me largësi emocionale. A e dinte? A kishte njohur gjithmonë? A ishte kjo arsyeja pse sytë e saj nganjëherë mbuloheshin me një lagështi të trishtuar, ku mendonte se askush nuk po e shikonte? Kthesa erdhi kur nëna u kthye. Ela mbërriti një të diel pasdite, me duart të mbushura me çanta dhe frymë marine në flokët e saj. U përqafua.
me lotin me një ngushtësi që Leonora nuk e kishte parë prej kohësh. Më ka munguar shtëpia, tha Ela, duke hedhur një shikim rreth sallës. Pastaj sytë e saj u ndalën në 2 goda raki në tavolinën e kuzhinës, njëra me buzë kuqe nga buzët dhe tjetra e pastër. Altini doli nga dhoma e tij duke u dukur i palosur. Ela, mirë se u ktheve. Atë natë Leonora dëgjoi bisedat e tyre të zbehtë përmes murit. Jo fjalët, por tonin, një rrjedhje ulët e vazhdueshme nga nëna e saj, e ndërpritur nga heshtjet e gjata të babait. Më pas qetësi. Në mëngjes Altini duke i shkatruar. Zani nuk erdhi atë ditë, as të nesërmen. 3 ditë më vonë Leonora e takoi Zanin në një kafene afër universitetit. Ishte i ulur vetëm, duke pirë një espresso, duke kërkuar jashtë dritares me një shprehje të humbur. A nuk vazhdon më? Pyeti Leonora duke ulur përballë tij pa e ftuar. Ai ngriti sytë e habitur. Jo, nuk mundet. Familja, detyrimet, detyra ndaj kujt, ngriti zërin ajo më fort se sa kishte planifikuar. Naime jeton me një hije. Ti dhe ai jetoni në errësirë. Kush fiton këtu? Zani i fiksoi atë. Ti e kupton apo jo? Për herë të parë dikush e kupton. Leonora tundi kokën. Nuk e kuptoi pse njerëzit duhet të sakrifikojnë gjithçka që janë, por e kuptoi heshtjen. Heshtja. Kjo ishte dhurata dhe mallkimi i saj. Ajo mbajti sekretin e babait për të, duke e ruajtur atë si një sen të shtrenjtë dhe të rrezikshëm. Nuk i tha as nënës, as miqve. U bë një bashkëhortësi në maskimin, duke mësuar të lexoj kohën kur babai i saj kishte takime të shkurtra me Zanin, duke gjetur arsye për të dalë nga shtëpia, duke krijuar hapësirë për të. Një muaj më vonë, Leonora i gjeti babain në balkon duke pirë një çaj të ftohtë dhe duke shikuar qytetin. U ul pranë tij. A e di nëna? Pyeti ajo, duke thyer marrëveshjen e heshtjes që kishte mbajtur për aq shumë javë. Altini shfryu thellë frymën. Ka njohur gjithmonë, nuk ka diskutuar kur. Ne kemi bërë një marrëveshje shumë kohë më parë. Atëherë pse e fshehni? Sepse bota nuk është gati, sepse puna, familja e gjerë, shoqëria, të gjitha këto duhet të ruhen. Ai pa fytyrën e saj. Ti nuk e ke gjykuar. Pse? Leonora mendoi për një moment, sepse kur e pash atë mbrëmje, duke të përqafuar, ti duke i tëra për herë të parë, jo thjesht babai im, vetëm një njeri. Sytë e Altinit u mbushën me lot. Ai shtriu dorën dhe e shtrëngoi dorën e saj. Falënderim. Çfarë ndodh tani? Pyeti ajo. Vazhdojmë, tha ai, zëri qetë, por i vendosur. Unë vazhdoj të jem babai yt dhe burri i nënës tënde. Dhe disa herë, kur mundet, unë do të jem i atij që duhet të jem. Leonora kuptoi. Nuk do të kishte shpëtim dramatik, as rrëfim shpëtues. Do të kishte vetëm këtë kompleksitet të vazhdueshëm, të mbajtur së bashku nga dashuria dhe detyra në një pasion i ndërthurur, thellë që nuk mund të shprehej hapur. Gjëja më e habitshme ishte se ajo filloi ta shikonte martesën e prindërve të saj me sy të rinj. Nuk ishte një mashtrim, por një partneritet i thellë, i ndërtuar mbi të vërteta të paetura dhe sakrifica të paqarta. Dashuria ndodhte në shumë forma dhe ndonjëherë ajo që dukej si një barazim i pabarabartë është në fakt një balancë e lëvizshme e arritur me mundim. Leonora mësoi të ruante 2 sekrete, të trupit të babait, të cilit ajo e kishte parë të lirshëm vetëm në atë mbrëmje, dhe të zemrës së tij, që ajo e kishte parë të ekspozuar që nga ajo ditë. Të dyja ishin të shenjta, të dyja ishin të sakrifikuara. Dhe ndonjëherë në heshtjen e natës, kur dëgjonte hapat e lehta të babait, duke u kthyer nga një takim i shkurtër, ajo ndjehej jo si një bashkëhortëse e turpit, por si një dëshmitare e një dashurie të vërtetë, e vështirë dhe e pandërprer, që i kushtonte çmimin e vetë të vetes për të ekzistuar.